një demonstrim se si temperohet një spat për të prerë sa më shumë dru. Unë jam marrë vetëm hekur punus saldator. Pra ti e merr hekurin dhe jep formën që do. Po, që të balesat e makinave. Si temperohet një balestër makine? Që rria që fort mban një kamion të tërë. Ti e prodhon një balestër makine dot? Atëherë në kohën e kooperativës, po i me jo, se nuk kam asi. Atje kisha furrën e madhe në qendret të kooperativës. Atje i riparohemi se nuk isha balesat këtyra dhe i kthemi me anë njëra tjetrës atje, kur i mërthemi me shoferin. E mirin fijen 6 metra të gjatë balesë dhe e prisim sa do. E blini domethënë diku. Blimim në çaj thoshin asaj magazinës qendrore të asaj të bujqësisë. Jo, këtu në Gramsh. A e çaj, qymyr e bën atë? Me qymyr? Ky qymyr shqope. Qymyr druri. Druri, pesh shqope. Ka një gjë që është për i shope, apo ajo të është Ky pesh shqope është jep temperaturë më të lartë për hekurin, e nxeh shumë e zbut hekurin, sidomos balesën, ja. Keno i fil balestre këtu? Ja të ko balestre, kjo këtu. Kjo ka qenë për makinë. Nga ajo tani ti, përveç se ka funksionet balestrës, qa nxjerr nën produkt? Qa nën produktin nxjerr për balestrës? Tani e përdorin për spata, për kazma, po i me nuk punojmë ma. Nuk punojmë. Ose ja, të nxjerr një spat që ka prodhuar vetë, po dale ku ta gjej se kjo spata ime, dora ime. E ke prodhuar për balesë? Po, për balesë, ja. Me dorën time. Kjo, o gati. O ndryshku, tani. Ose ka litur kjo, të pret dru kjo. Boja shumë për drut, se në atë kohë ishe shfrytëzimi druve, dhe mirë të korqa këtu. Të tërë zonë në Gramshit, edhe korqartë vinë me mushka, me 4-5 mushka, vinë si shpi, ato vedën të malorat tyra që kisha të borë të koqë, edhe të tërë ata vinin. Në Gramshi këtu do t'i nuk u jipnin lej këtyre që të bonin dru, se do të fuqi punëtosh kooperativa. Më shumë, u jipte na një tek tuk që kishe fëmi shumë, për të shku në ndërmarrjet shteti për të bërë dru. Edhe korçartë vinin më shumë. Edhe për kërqelat, për shembull Shqopa, vinin Kuksian, Dibrant, punojnë tërë dimrin këtu, për Shqopen, për të nxjerrë kërqelat e Shqopës. Tani nxjerrin kërqelin e Mares. Edhe unë punoja shumë me ata. Dhe deri me tani që më luten ata vinë. Po s'kur të vi unë ma bësh një spate bën? Sikur të vi unë të the ma bën një spate bën? Po, ja, kjo dora ime, komplet. Kallopat janë bërë në uzinë. Ja. Na shpjego kështu teknikisht një prodhim në isë. Kallopi, ja. Kallopi. Kjo kallopi këtu, futet me të nxehtë, këtu. Po i me nuk futet ai, po kur është i nxehtë, futet. Hekur i rrifet dhe merr formë sa është i nxehtë. Po, sa është i nxehtë. Hop, dhe del kjo. Del ajo. Çe quhet kjo? Sopat, myqja këtej. Myqja. Ja, kjo modeli im. Mi matë. Kjo model mi vogël. Pra kjo është spata më e madhe që prodhon ti? Po, spata që duhet më madhe për të prerë dru, se s'kishe motora, i me ka ndalë motora, nuk bëhet spata. Ja, kjo ka qënë, kjo o kallop mi matë. Kjo spatë mezatare. Kjo është me madhja spatë, në gjake, që themi neve. Ja, kallopin në gjake. Me vogël. E të kallopet kështu. Okej, super. S'na e the teknikisht, thjesht teknikisht temperimin e balestrës që bëhet aq e fortë sa mban gjithë ato peshat e rënda. Balesat do të kalojnë për shembull. Ja, dale, do të nxefim këtu balesën. Po. Do ta nxefim. Do një teknik shumë të madhe temperimi se këputet kjo. Shiko, do ta nxefim këtë.
Do ta nxefu. Nuk të djegaj zjarri që ka me Pa dorë. jo. Apo Ja dale, ku ta nxefu. Po shumë trek si zanat, po si pist, po, dhe i loshu. Po si zanat, po shumë trek. Po shumë trek, kur bon një vegël të re, je i kënaqur. Shumë. Të kënaqë, Aha. Em ato që blen, ai t'ja jep ati punëtorit, edhe ti si usta unë ndje një kënaqësi të madhe shumë. Sa fëmijë keni ju? 3. Sa fëmijë keni? 3. 3 fëmijë. Goca, një qunë. Se ke trashëguar çunin se gocës besoj jo. Jo. Qunin e hoqa do një që mos të vun të shumë. E hoqa në klasë 8, në shkollë të mesme e bori te pedagogike vjetër e Tiranës, e mori ambasada Gjermane, a i fitoj konkursin, kishe një drejtë studimi Gramsci, doli mirë, edhe fitoj konkursin, dhe bëri 5 vjetë shkollë e mesme atje. Pasaj, hiku një vit, jo një vit, po do shkoj të motra, thaj, nuk vazhdoj shkollën lartë, shkoj në Kretë, punoj 6 muaj e paqë si se kurbeti, u këthuj në Tiranë, edhe maroj shkollën ekonomik, po te Akademia Ushtarake. Edhe pse ndjeve kënaqësi nga ky lloj profesioni, nuk e le fëmijën tënd që ta përjeton të kënaqësinë. Nuk e lasha të kisha dhe donja ta shkollonja, me thënë drejtën. Se vetë nuk më la sistemi komunist të bija shkollë. Pra jo, më shumë. Edhe besoj se ke parë që edhe kjo punë ka ardhur drejt degradimi dhe zhvillimi i teknologjisë, krimi motorëve, s'ka ta. Pra është praktikisht le të themi që ky është i profesion i vdekur, ashtu sikurse edhe shkolla që ka vdekur këtu. I vdekur. Tani ç'a do i bëjmë asaj balestrës? Dale, se do të rrafim, çuna. Do ta rrafim, do ta temperoj. Hiqe këta. Do këtë barren këtua. Ky është kompjuteri shqiptar. Tu bërë muzikë. A ke pasur problem nga veshët to kohë? A? Ke problem nga veshët? Jo, s'ka problem. Nuk kam problem. Nuk të bëjmë. Ta nxejmë dhe një. Do ta nxejmë Pra pra. hollojmë. Pra ky është procesi i hollimit për të bërë një spat apo për të nxjerrë atë spatën që ke ti aty. Bërë një spat ose po nuk bëhet spata kështu, do bërë na myqja përpara, pastaj bën lapa. Karada, po unë po rraf një hekur kot kështu. Ju jeni mos e re, çuna të rinj. Jo, këto janë profesione që siç e tham kanë vdekur, por vlen për tu risjell në jetë për të treguar që shqiptari është ku bëja gozht e kulët. Gozht e patkojt kali. Patkojt, ose ku bëja nallçet për masë. Kjo. E kam bërë vetë. Ha? Negativi quhet, kallupi. Kallupi, i gozht. Hop, do hynë të këtu e rrifjet teli. Po gozht për dru ose për beton. Ke arritur të prodhosh? Gozht betoni? Jo, nuk boshi në tokë këtu. Po gozht e drurit? Jo, gozht, kishe gozht, nuk boshi të kovaci gozht. E mërçuna është na rikthyet edhe një në rini, thuaj. E çuna, ime do zeja se do ta temperojmë këtë, po, do kaloj dhe ngurës me ila.
o guri këtu. Po më parë kishim limën, vetëm lima, do t'a bënja vetë. Vetëm në limë. Pasaj doli guri zberil, dhe kemi bon guri zberil. Që në kone kooperativës, na 70-72. Për qa viti është ky? Ky kur bori misin e Nberogja me kinezin në 67 ka ardhur. 67 ka ardhur kjo mbrokull këtu. Qysh atere ka mu dhe sot. Qysh në 67 Ka mbrokull. Dakina, në 67. 60 vjet motor dhe ai nuk ka problem, punon. A? Jo, e kam riparur 2 herë. Po, e kam qysh në 67. Ja, kjo është një osi, kësuni, sa për të shikuri për temperimin. Ne atë duam të kuptojmë qa është temperimi. Qa është temperimi? Po. I me gradacionin nxehtësisë me ujtin. Shiko qa ngjyre mori? Të bardhë. Kjo këputet. Ashtu? Këputet ime. Do marrin ngjyrë të jeshile. Shikon? Ja ngjyra. Shiko si hikën? Ka këtë të bardhë këtu. Ja, mbyllë ta. Hop. Ime do marrin një ngjyrë tjetër. Po duhet njofur hekuri, qeliku, po balesa në ngjyrën e 4. Ja. Kalon 4 ngjyra, Po. Ngjyrë e parë që e bardhë, fare, u bë manushaqe, ime e bët si e verdhë. Ja, ime do futur. Prap, pas kanë kohë këto. I fut pak. edhe dajakun prapë. Jo, nuk e rrep këtë. Ishtë fare, po temperimi do maroj një atje, pas e ngurë zberile, para se sa ta temperoj një. Bor të nxjes të gelin atje, tak, edhe borin ndru njerëzit. Kjo është të rrashë, e balesë, temperimi balesë. Kurse për ato, ne kemi marrë me anë të syrit, me thonë drejtën, temperimin, kështu, dhe këtu o, gjoja më kryesore, se të këputat e plak. Bëhet gjevreke. Bëhet gjevreke si për gjami. Thyrë si për gjami. Sa e ngurtit në drut, aja këputat. Po do t'i gjesh temperimin. Ky losë roli më kryesor. Këtu është roli kryesor. Edhe rolit e temperimi. Roli kryesor, duhet një hekura, qa hekuri ka. Se materiale ndryshme. Materiale. Sa lloj hekurash ka? Më shumë me balesat. Sa lloj hekurash ka që mbajnë temperim? Ka lloj qeliku. Rapidi është më i forti. Rapidi. Është shumë i forti. Pse vetëm balestër? Pse përdorim shumë balestër? Kemi përdorur gjithmonë balesën se është shumë e forta. Ndaq për kazëm, ndaq për spat, sidomos për prerje dru, se këtu shtuf të kajon dhe ha shumë hekurin. Edhe kjo i reziston më shumë balestra. Për vegël punojnë 10. Ndaq qabzat, ndaq kësi, ne i bëmim prej balestra. Se hekur mund të duhet. Ja, kjo ka. Super. Faleminderit shumë, Basharosh. Ky pra ishte edhe një demonstrim se si temperohet një spat për të prerë sa më shumë dru. Shumë faleminderit dhe ishte kënaqësi me këtë bashkëbisedim dhe me këtë super pamje me këtë gjë kështu. Super punishte që keti. Iku, të gjironi atë, kur bini njerëzit me mushka me kul, zinin radhë këtu atë. Këtu, ku pri sistemi e doli demokracia që ndan tokat, 3 orë gjumë flinë. Vetëm punë. Vetëm punë. Se leku të shtynte, i musha gjepa tonë. Vu. Kënaqësi. Majta 12 qonin në shkollë, vetëm unë me djesën time. Vetëm me punë duke i edhe në çekani. Na ky zëma. Faleminderit, kënaqësi.